Përshëndetje miq. E di që jeni lodhur prej fushatave, e di që ju kemi lodhur edhe na. Megjithatë, me mirësjellje kishim kërkuar që në fund të kësaj fushate, në këtë emision, ta keni vëmendjen tonë në mënyrë të veçantë. Arsyeja pse po ju los me pas vëmendjen është se unë bashkë me mikun tim, kolegun tim, Visar Ymeri, do të bëjmë përzgjedhjen e 10-shes së preferuar në gjitha subjektet politike. Arsyeja pse po përzgjedhim 10 është edhe fakti që vetëm 10 kandidat mund të votohen në secilin subjekt politik. Ka njerëz të mirë në të gjitha këto subjekte politike. Megjithatë, ka subjekte politike që pavarësisht njerëzve të mirë, për mu është goxha problematike orientimi tyne, koncepti tyne, mënyra se si kanë qeveris, apo mënyra se si do të qeverisin dhe ku do të ashojnë vendin tonë. Në këtë emision të fundit për këtë fushat zgjedhore, përzgjedhja ime është e bazuar kryesisht në njohje personale që kam me disa kandidat. Ata për mu, duke i njohur nga afër, janë njerëz me vlera, janë njerëz që i duhen kuvendit Kosovës, janë njerëz që i shërbejnë vendit në kuvendin e Kosovës. Ju kisha lutur që të keni vëmendjen, që kur shkoni te kutitë e votimit, të keni parasysh dy gjëra. Mos votoni njerëz të padijshëm. Mos votoni analfabet. Mos votoni njerëz të korruptuar. Sepse bashkimi të tri këtyne elementeve, ku vendin e Kosovës e nxjerr keq, përfaqësimi i jon në kuvend Kosovës është skandaloz dhe ardhmja jon këtë mënyrë është më e pasigurt, për shkak se këta njerëz as nuk kanë kapacitet, as dije për të na përfaqësuar në kuvendin e Kosovës. Visar, mirë se erdhe. Qyshke kjo fushat këto ditë? E di që ke pas angazhim thujse për çdo ditë këtu në Paparaci, po ashtu në Debat Plus, dhe ke përcjell natyrisht edhe fushatet. Çka po ta mërmenja në fund të kësaj? Si do të dalim? Po s'pari do të më përmend një veçori që me gjas e vrejmë gjithë, na që kemi, si më thonë, kështu angazhim publik, që përsëritja shpesh të fushatave na ka bërë fushatën një farë normaliteti. Fushata nuk është normalitet, fushata e shkëndeshme ndodhin janë 4 vjet me zgjedhje institucione, po kjo është e treta e përgjithshme për 1 vjet e gjys. Shtoj këtu edhe 2 që kemi pas të zgjedhjeve lokale, pra randi i parë dhe randi i dytë. Dhe në këtë drejtim mendoj që ka qenë një fushat në të cilën ka qenë pak më vështirë, veçanërisht për përfaqësues të partive politike që me sjell një lloj kështu entuziazmi përmes risisë. Me që nuk mundesh me pas risi shumë të madhe as programatike, deri në zemra as kadrovike, kur përsërit të zgjedh. Po sidoqoftë, unë mendoj që ka qenë një fushat e mirë nëse e krahasojmë me dhjetorin për shembull, sepse kemi pas një rikthim ta qy kështu të 2 elementeve shumë të rëndësishme për partitë politike. Pra, në njërin anë kemi pas vetvendosjen e detyruar me dalë dhe me fol për program. Ka qenë detyruar për shkak mendoj në të sjelljes së partive tjera, të cilat e kanë marrë këtë vinë e fushatës politike në prezantim programi, në ide të reja, në mendim e propozim për daljen nga kriza. Dhe pastaj e kemi partitë që ishin deri në opozitë, pra PDK-ja, GDK-ja dhe AK-ja, të trija këto kanë risi në listat e tyre, dhe kanë një risi që mua më ndohet shumë interesante. E që kjo më ndohet gjëja më interesante është, që nëse e krahasojmë me dhjetorin, madje deri diku mbas edhe me shkurtin, e kanë një konfidencë të shtuar në këtë fushat. Pra mënyra që flasin, kritikat që ja bojnë qeverisë, prezantimin, domethënë janë më entuziastë dhe kanë më shumë besim në rezultatin e tyre. Unë mendoj që ajo vetvetiu, kur shpërndan kësaj lloj energjie, ajo pastaj të përkthehet në sukses më të mirë elektoral.